GKKO ka dënuar me 12 vite burg Astrit Avdylin, i njohur dhe me 2 mbiemra të tjerë, Balliu dhe Sulejmani. Çështja për të cilin është dënuar Avdyla i referohet një laboratori heroine të zbuluar në Has në vitin 2018, ngjarje për të cilën ja dënuar me 125 vite burg 17 persona të tjerë. Operacioni është zhvilluar në 22 tetor të 2018-s, ku goditën 4 grupe kriminale. Laboratori heroinës ishte ideuar nga Admir Hoxha dhe si bashkëpunëtori i tij ishte Astrit Avdyli e të tjerë antar të bandës së tij. Astrit Avdylaj u arrestua të shtunën e 29 qershorit gjatë një operacioni që forcat speciale morën në vilën e tij në Shijak të Durrësit. Kreu i bandës së Shijakut ishte në kërkim me urdhër të SPAK, pasi akuzohet se ka organizuar atentate ndaj Durim Bamit me porosi të Ervis Martinajt dhe ish deputetit Arben Doka. Mbi Avdylaj rëndon edhe një mas tjetër arresti me burg në lidhje me vrasjen e Edmir Brekut.